Ata sulmuan një operativ të forcave speciale në pension, pa e ditur se ai është një vrasës i pamëshirshëm. Në skenën hapse, ne njihemi me Semin, një snajper në një mision për të vrarë një kryetar bashkie të korruptuar. Semi nuk është vetëm, ati bashkohet një vëzhgues dhe shok, Ken. Zbulohet se Semi dhe Ken dikur ishin antar të forcave speciale britanike, por tani punojnë për një kompani private ushtarake. Dërsa presin që të mbërri objektivi tyre, Semi dhe Ken diskutojnë ekzistencën e Zotit. Sipas Semit, Zoti nuk ekziston kur dhe kur njerëzit vdesin, jeta zhduket. Megjithatë, Ken beson në Zot dhe në një jetë të përtejme. Pasi diskuton këtë, Ken zbulon se ka rezervuar një hotel në Amsterdam për 2 javë në vazhdim. Ai e bëri këtë sepse ai dhe Semi nuk kishin bërë pushime së bashku për një kohë të gjatë dhe tërheqja e grave në Amsterdam ishte jorse. Duke dëgjuar këtë, Semi thotë se nuk mund të premtojë se do të jetë atje. Menjëherë pas saj, shënjestra e tyre kryetari i bashkisë mbërin, kështu që Semi dhe Keni përgatiten me nxitim. Demonstruesit të mblidhen para zyrës së kryetarit të bashkisë, të vetëdijshëm se ai ishte i korruptuar dhe drejton një biznes të palishëm armatimesh. Megjithatë, para votuesve të tij, kryetari i bashkisë takon pa turp gruan e tij, duke shpërfillur turmën. Ndërsa Semi përgatitet të qellojë, grua e kryetarit të bashkisë pa dashje shikon nga ana e tij, duke mbrojtur menjëherë burrin e saj. Si rezultat, Semi u mbet të shtënën e parë, por Keni e nxiti qëndroi i përqendruar dhe të provojë përsëri. Në përpjekjen e dytë, Semi e eliminon me sukses kryetarin e bashkisë përpara se të dy të ikin. Ndërsa Semi dhe Keni përgatiten të arrijnë në pikën e tyre të largimit, ata vënë në re njerëzit e kryetarit të bashkisë që po i afrohen. Në fund, ata vendosin të hyjnë në një ndërtesë, duke vrarë disa nga njerëzit e kryetarit të bashkisë gjatë rrugës. Kur dalin, më shumë njerëz të kryetarit të bashkisë po i presin. Si rezultat, Semi dhe Keni kapen, pa një mënyrë të qartë për t'u aratisur. Në të njëjtën kohë, agjentët e policisë dhe të FBI-s janë ende duke shkuar drejt vendit të ngjarjes. Ndërsa Semi dhe Keni janë gati të arrestohen, ata papritur i imposhtin dhe eliminojnë njerëzit e kryetarit të bashkisë. Pas imposhtin rojet e mbetura, ata ikin në drejtim të perëndimit dhe hipin në një kamion plerash. Pak qaste më vonë, policia dhe FBI-a mbrin, por Keni dhe Semi janë zhdukur pa lënë gjurmë. Pak më vonë, Semi dhe Keni janë në një aeroplan që po kthehej në Mbretërinë e Bashkuar. Keni, duke parë shqetësimin e Semit, e pyet nëse është mirë. Në atë moment, Semi pranon se është i tronditur nga gabimi i tij më parshëm i të shtënave në shenjën e gabuar. Keni e qetëson Semin, duke i thënë të harojë. Ai beson se kryetari i bashkisë dhe gruaja e tij ishin të dy të tmerrshëm dhe e meritonin fatin e tyre. Menjëherë pas saj, Semi me një telefonat nga shefja e tyre Tamara, e cila pyet për mirëqenien e Semit dhe Kenit. Semi përgjigjet se janë mirë dhe se gjithçka shkoi në mënyrë perfekte. Megjithatë, Tamara, duke ndjerë shqetësimin e Semit, pasi qelloi gruan e kryetarit të bashkisë, i ofron të dërgojë një psikolog për ta kontrolluar. Duke dëgjuar këtë, Semi refuzon, duke siguruar atë se do të jetë mirë dhe se ajo nuk duhet të shqetësohet. Pas disa orësh, Semi dhe Keni zbarkojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Keni kujton Semi se do të shkojnë me pushime në Amsterdam pas 2 javësh, dhe se hoteli është rezervuar tashmë. Semi thotë se ende nuk ka vendosur nëse do të shkojë apo jo. Pas kësaj, ata ndahen dhe shkojnë në shtëpi me makina. Në ditën në vijim, Semi shihet duke vrapuar në pyllin pranë shtëpisë së tij. Ai e kalon kohën duke bërë punë të lehta, siç është prerja e druve dhe punë të tjera të thjeshta. Ndërsa pastron armët, Semi merr një telefonat nga Tamara. Megjithatë, ai nuk i ishte përgjigjur thirrjeve të saj për një kohë të gjatë. Tamara vazhdon të telefonoj për disa minuta derisa Semi, i cili është i mërzitur, më në fund përgjigjet. Tamara dëshiron të takohet me të në Holland, mundësisht në Amsterdam. Pasi flet me Tamarën, Semi pa pritmas kujton Kenin, i cili është me pushime në Amsterdam. Jo shumë kohë më vonë, Semi zbret në Amsterdam, ku Keni tashmë po e pret. Në atë moment, Keni bën shaka se mendonte se Semi ishte vrarë nga grupi i kryetarit të bashkisë. Gjatë rrugës për në hotel, Keni vëren se Tamara i kishte telefonuar një ditë më parë për të caktuar një takim për më vonë gjatë javës. Si Keni ashtu edhe Semi janë të vetëdijshëm se Tamara ka shumë të ngjarë të caktojë atyre një mision tjetër. Megjithatë, para se të nisen në mision, Keni dëshiron që Semi të kalojë 2 ditë duke u argëtuar me të në Amsterdam. Kur mbrin në hotel,
ata përshëndeten ngrohtësisht nga menaxheri, i cili i çon në suitën në katin e sipërm, që Kenny kishte rezervuar për një kohë të gjatë. Dhoma rezulton të jetë jashtëzakonisht luksoze, me pamje marramense të Amsterdamit. Edhe shtrati është bërë prej mëndafshi, gjë që e bën Semin të pyes veten pse Kenny kishte rezervuar një hotel kaq luksoz. Kenny shpjegon se hoteli në fakt është paguar nga Tamara, shefja e tyre, ndërsa menaxheri i hotelit përgatitet ta perden, Semi kërkon që ato të mbahen të mbyllura. Menaxheri sugjeron që pamja e perëndimit të diellit jashtë do të jetë spektakolare, por Semi këmbgul t'i mbaj perdet të mbyllura, duke ruajtur kujdes në rast se ekipi kryetarit të bashkisë është ende pas tyre. Pasi menaxheri i hotelit largohet, Semi zbulon se nuk dëshiron të pranojë më misione nga Tamara në të ardhmen, pasi ka vendosur të dalë në pension. Kenny zhgënjehet kur e dëgjon këtë sepse mendon se Semi ishte partneri ideal. Ai madje e lutet Semi të rishqyrtojë vendimin e tij para se të dalë në pension. Megjithatë, Semi shpjegon se vdekja e gruas së kryetarit të bashkisë mbetet një burim i dërimi për të. Për më tepër, Semi është i bindur se edhe pa të, Kenny mund të lulëzojë si snajper ose vëzhgues. Në fund, Kenny e pranoi vendimin e tij dhe filloi të mendonte edhe ai të tërhiqej. Pas një periudhe të shkurtër, dy gra u dërguan në dhomën e tyre për t'u ofruar një masazh. Të dyja ishin të kujdesshme në fillim, por kur gratë u përgjigjen pyetjes së sigurisë, i lanë tynin pa hezituar. Kenny u shtri shpejt për të shlodhur, por Semi refuzoi masazhin dhe zgjodhi të bisedonte. Pasi Semi pyeti për emrat e dy grave, njëra u prezantua si Lili nga Ukraina dhe gruaja me fustan të kuq ishte Mona nga Meksika. Meqense Semi refuzoi një masazh, Mona u përpoq të argëtonte duke pretenduar se mund të lexonte fatin e njerëzve. I zbavitur, Semi kërkoi që Mona të lexonte gjendjen e tij mendore aktuale. Mona madje profetizoi se Semi do të jetonte më gjatë se e tretë të tjerat. Ajo gjithashtu deklaroi se Semi kishte besim të fortë dhe një besim të thellë në Zot. Kenny shpërtheu të qeshur kur kujtoi deklaratën e Semit se nuk besonte në Zot. Pastaj Kenny bëri shaka se nëse Mona do të përdorte një top kristali si fallxhorët e tjerë, ai do t'i jepte $100 bakshish. Për rabin e tyre, Mona zbuloi shpejt një top kristali, gjë që i kënaqi Kenny dhe Semin. Megjithatë, Mona shpejt e pranoi se topi kristalit ishte i rem, thjesht një objekt. Pak më vonë, menaxheri i hotelit mbërriti me një kamariere që u solli ushqimin. Menaxheri zgjodhi të riapte perdet, duke argumentuar se pamja e natës ishte shumë e mrekullueshme për të humbur. Megjithatë, Semi e udhëzoi shpejt menaxherin të mbyllte përsëri perdet. Gjatë kësaj kohe, një plumb i papritur u dëgjua, duke i friksuar të gjithë, veçanërisht Lilin dhe Monën. Ndërsa Semi u përpoq të mbyllte perden me një telekomand, kamarieria e sulmoi papritur. Megjithatë, snajperi armik qelloi aksidentalisht kamarieren, duke e vrarë menjëherë. Për më tepër, menaxheri i hotelit sulmoi papritur Semin, duke rezultuar në një sherr midis tyre. Pasi e mposhti menaxherin, Semi u rrëzua mbi telekomandën e perdes, duke bërë që perdet të hapeshin edhe më shumë. Si rezultat, grupi filloi të pyeste për telefonat e tyre, duke kuptuar se duhet të kërkonin ndihmë. Për fat të mirë, telefoni i Lilit ishte më i arritshëm, kështu që Kenny u përpoq ta merrte atë, duke shmangur për pak disa të shtëna me armë zjarri gjatë këtij procesi. Në të njëjtën kohë, Lili, ende në gjendje shoku, u ngrit dhe pothuajse u qellua. Semi e qetësoi shpejt dhe e siguroi se gjithçka do të shkonte mirë. Semi e këshilloi Kenny të kontaktonte Tamarën, pasi ajo ishte i vetmi person që mund të ndihmonte. Kur telefonata u lidh, Kenny shpjegoi se po sulmoheshin nga një snajper armik. Tamara pyeti shpejt se kush do t'i shënjestronte ata, dhe Kenny mendoi se mund të ishte grupi kryetarit të bashkisë, të cilin e kishin eliminuar 2 javë më parë. Tamara e këshilloi të ishin duruar, pasi ekipi i saj do ta shënjestronte snajperin armik brenda 20 minutash. Pak më vonë, Semi u sulmua përsëri papritur nga menaxheri i hotelit, i cili ishte ende gjallë. Për fat të mirë, Semi e pengoi sulmin dhe Kenny e shtyu menaxherin jashtë hotelit. Megjithatë, ndërsa Kenny fshihej pas një dere, snajperi armik arriti të qellonte. 10 minuta më vonë, Semi mori një telefonat nga Tamara, e cila informoi se ekipi i saj e kishte vrarë snajperin armik. Ajo i drejtoi Semi të shikonte nga perëndimi, ku ekipi i saj do të përdorte një dritë vezulluese për të konfirmuar se snajperi ishte vrarë. Semi u gëzua kur mori konfirmimin se ata mund të largoheshin të sigurt nga hoteli. Megjithatë, përpara se Semi të mund të vazhdonte,
Mona e paralajmëroi të qëndronte vigjilent. Ndërsa Semi shikonte nga dritarja, një snajper armik hapi zjarr mbi të. Si rezultat, Semi mësoi se personi që kishte vënë në shënjestër ishte në fakt një nga burrat e Tamarës. Semi më pas e pyeti Tamarën se çfarë donte vërtet. Në përgjigje, ajo deklaroi se gjitha kjo ndodhi sepse Semi kishte ndërmend të dilte në pension, tek i cili Tamara mbështetej shumë. Semi pyeti se si Tamara u bë vetëdijshme për planet e tij të daljes në pension dhe pse e kishte vënë në shënjestër edhe Kenin. Tamara menjëherë zbuloi se hoteli ishte përgjuar dhe dyshonte se nëse Semi do dilte në pension, Keni do të ndiqte të njëjtën gjë. Ndërkohë, snajperi, duke ndjekur ende urdhrat e Tamarës, vazhdoi të qëllonte. Në kaos, Lili, e tmerruar, doli nga vendi ku ishte fshehur dhe u qëllua. Gjërat shpejt dolën jashtë kontrollit, duke lënë vetëm Semin dhe Monën në këmbë. Semi u përpoq tani në telekomandën e perdes në një moment të përshtatshëm, por ajo ishte thyer duke e lënë perdet hapur. Tamara gjithashtu deklaroi se të gjitha akseset telefonike dhe të komunikimit në dhomë ishin ndërprerë, duke bërë Semin të paaft kontaktonte askënd. Kur Semi e kuptoi se Tamara po shikonte edhe përmes kamerave të sigurisë së dhomës, ai e shkatërroi kamerën. Kjo e zemëroi dhe më shumë Tamarën dhe ajo betua se Semi nuk do ta ratisej kur, sepse dera kontrollohej nga sistemi i saj. Me kalimin e kohës, Semi mund dëgjonte hapat e burrave të Tamarës që po afroheshin. Pa pasur zgjidhje tjetër, Semi tha shpejt Monës të fshihej, ndërsa ai u hodh drejt tavolinës. Semi e zgjati armën e tij dhe qelloi mbi vëzhguesit jashtë nga poshtë tavolinës. Pas Semi u vu në zjarr të rënd nga ushtarët e mbijetuar Tamarës. Njëri prej tyre e kapi Monën dhe mbajti rob, duke detyruar Semin të dorëzohej ndërsa përgatitej të merrte armën e tij. Mona pyeti nëse kishte ende shpresë për mbijetesë. Semi pranoi se nuk e dinte, ndërsa forcat e Tamarës po afroheshin. Ai tha se nuk mund të arrinte armën e tij të zjarrit, e cila ishte matan dhomës. Në këtë skenar kritik, Mona i dha Semit një foto të fëmijës së saj dhe nxiti të betojë se do ta adoptonte fëmijën e saj nëse ajo vdiste dhe ai mbijetonte. Një çast më vonë, burrat e Tamarës hynë me forcë, duke detyruar Semin të luftonte përsëri. Pikërisht kur një nga personat e armatosur të mbetur po bëi gati ta qellonte Semin, Mona ndryri me pushkën e saj për ta shpëtuar. Fatkeqësisht, Mona u qellua dhe u vra nga një snajper armik. Pasi përdori armën e zjarrit, Semi mori pushkën e tij dhe drejtoi me saktësi. Ai me sukses eliminoi snajperin e mbetur, por mbeti i bllokuar në dhomën e hotelit, sepse Tamara kontrollonte derën. Më vonë, Semi zbuloi se Keni ishte ende gjallë. Pastaj e çoi me nxitim në shtrat, ku Keni tregoi se vetmja rrugdalje ishte të ide nga ndërtesa. Megjithatë, duke pasur parasysh vendodhjen e tyre në katin e sipërm, kjo dukej e pamundur. Pak më vonë, ata u sulmuan përsëri, këtë herë nga një dron i drejtuar nga Tamara. Semi qelloi dronin disa herë, por ai rezultoi jashtëzakonisht i qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, Keni po punonte me diçka me çarçafët e mëndafsh në dhomë. Semi pa një sobë me gaz në balkon dhe i përdori atë për të shkaktuar një shpërthim, i cili shkatërroi dronin. Semi më pas u kthye te Keni, por ai kishte vdekur. Megjithatë, Semi vuri re e kryeveprën e çarçafëve të mëndafsh të Kenit dhe i kuptoi se çfarë kishte planifikuar. Nga ana tjetër, 10 burra po ngjiteshin lart për të rrëzuar Semin, por ai kishte ngjitur tashmë çarçafin e mëndafsh në balkon dhe u hodh sipër, duke përdorur zjuarsin e Kenit për t'u arratisur. Disa muaj më vonë, skena zhvendosën në Dubai, ku Tamara shfaqet duke u shlodhur ndërsa bisedon në telefon. Personi në anën tjetër nuk është askush tjetër përveç Semit, i cili ka ardhur për t'u akmarrë ndaj saj. Duke ditur këtë, Tamara deklaroi me qetësi se Semi nuk do ta gjente kur, sepse ajo ishte larguar nga vendi i saj lindjes. Semi pranoi se ai ishte tashmë në dieni se ajo ishte në Dubai. Tamara u trondi dhe doli me nxitim nga aeroporti, ndërsa ishte ende në telefon me Semin. Ndërsa Tamara po i afroi një tualeti, një vajzë e vogël që po luante një lojë ndryshoi tabelën e tualetit. Tamara e mbylli telefonin, duke ditur se Semi nuk do ta arrinte kur. Ajo gjithashtu u tha rojeve të saj të qëndronin vigjilent, ndërsa ajo përdorte tualetin. Pak më vonë, hyri një pastrues dhe ishte Semi. Pasi hyri Semi, u dëgjua një kris marme, duke bërojë të Tamarës të nxitonin brenda, vetëm për dëgjuar më shumë të shtëna. Pasi zjarri u qetësua, Semi doli nga laboratori duke mbajtur dorën e vajzës së vogël, e cila doli të ishte fëmia e Monës,
dhe tani ishte nën kujdestarinë e Semit. Faleminderit që na ndiqni. Nëse jeni të rinj, mos harroni të abonoheni për më shumë nga këto përmbledhje. Deri herën tjetër, kalofshi një ditë të mbar.